Hi guys, dua të tregoj fytyrën time pa make-up, me që tek vlogu që kam hedhur dje më kanë thënë që ke make-up ndaj duket ashtu. Ja pra, pa make-up në kokër të diellit. Ja. Goca, duhet të dini që aty janë dhe atletët e mia, shifini mirë. Duhet të dini një diçka. Po, lëri atë do të veshin më. Duhet të dini një diçka, që në qoftë se neve nuk kemi një fytyrë të hidratuar, të kulluar dhe shkojmë me poret e hapura, me fytyrë të thatë, me fytyra me puçra, me akne, me pika zeza, edhe me të gjitha këto, shkojmë dhe bëjmë make-up, më besoj që make-upi do të dalin skandal edhe s'do të pëlqejnë absolutisht vetja. Njerëz, shikojeni një avion, këtu mi të shpiston. Ne njerëz ishim xhiro. Për herë të parë kemi vajtur te kinezi lagjes ton, nga Teo. Edhe vajta mora një dy gjëra që më duheshin. O zemër. Gushet qunin moj, gushet qunin moj. Ma scusa, io ero a scuola, che compiti con? Bërëm gjiro, ne i the dadës ti që ne bërëm gjiro. Dada. Dillo. Bërë gjiro quni. Stamattina. Aram sam sam, zoppare tutta mattina. Zoppare mattina, zoppare sera, zoppare tutta. Oj bukrim, oj bukrim, oj bukrim, oj bukrim, oj bukrim, oj. Lozin goca ata? Ami, venite qua che lasciamo Carli. Oj bukur. Oj bukur jetës. Cosa c'è lì dentro? Le cose per il mio lavoro. Ma dentro? Le cose per la mamma. Ku mbaruam edhe porosit për sot në darkë, po i sistemojmë, po i vëjmë gati në përvendet e veta dhe nesër do t'i dërgojmë. Kemi shtuar këtë fjongun e bardhë këtu, shpresoj që t'ju pëlqejnë, ma më pëlqen shumë. Edhe po, këzi. T'i vëmë gati dhe do i kim të flejmë. Ja pra goca, porosit e Amarlit vetëm për sot. Faleminderit për besimin. Do jenë shumë shpejt në duart e juaja. Pres video dhe foto dhe feedbackun tuaj. I ka tani të flesë e mi të lodhër. Ciao, ciao! Ja edhe pakoja, klientes. Hi guys. Mirë mëngjes. Hi guys, mirë se erdhët në këtë vlogun e ri, ku do ta nisim kështu. Unë jam zgjuar, jam veshur, kam bërë pak make-up, edhe me që Arli po flen gjumë akoma, thash që të përgatis një nga setet që më konfirmovi sot në mëngjes një nga klientet e mia, edhe po ikim këto setet anti-age në një mënyrë të pabesueshme dhe për këtë gjë ju falenderoj, jam shumë e lumtur. Faleminderit që më besoni. Ju premtoj që nuk do t'ju shgënjej dhe do t'ju marr pak me vete në përgatitjen e kremrave, një nga setet që do bëj sot. Edhe po, sot do përpiqem të shkoj edhe tek posta, të dërgoj edhe 2 porosit të tjera
edhe do t'ju këshilloja që do të merrni edhe set me kremra hidratues, super hidratues, sepse po jemi drejt beharit që kështu do ta përgatisim lëkurën, ta hidratojmë për rrezet e diellit tepër të forta. E mos harroni që të vini SPF-n. Unë për momente SPF nuk e kam nxjerr akoma në treg, jam në studime sipër, në momentin që do ta lançoj do t'ju them. Por deri atëherë përdorni ato që keni, ose nëse nuk keni, shkoni më vrap blini dhe përdorni SPF 50, sepse po afron behari dhe mos lini që t'ju shkaktojnë njolla në fytyrë. Tani se di si kam kap ta flokët kështu, por që nisemi shkojmë përgatisim setin për sot. Jam tepër e lumtur. Do t'ju tregoj edhe se çfarë kam veshur. Kam veshur këtë bluzën që është e ngushtë këtu dhe kam futur në pantallona dhe te mëngët është e ngushtë dhe kam veshur këtë xhinse që në fund vijnë të gjëra. Edhe Amarili si sot është në një ekskursion me shkollën, ka ikur që në orën 7:30 në shtëpia dhe do vinë sot në darkë në orën 6. Edhe kjo gjëja më bën çik merak, sepse do rri tërë ditën sot pa Amarilisin dhe kjo gjë më mërzit, sepse dhe Arlia kërkon tepër shumë Amarilisin, edhe se di që çdo jetë kjo dita sot pa Amarilisin, pa Marildon, unë edhe Arli, nuk e di, do t'ju marrim gjithsesi me vete. Okej, shkojmë të përgatisim porosin e radhës. Okej, unë kam ardhur këtu tek këndim i punës edhe do fillojmë që të përgatisim setin e radhës. Si fillim do marr kutin. Këtë kuti janë këto. Edhe do marr të gjitha gjërat që më nevojiten dhe do t'i fillojmë punës. Normalisht që do t'ju tregoj disa nga fragmentet dhe jo të gjithë punën time, sepse sa gjëra do të rinë privacy. Këto flokët e mia sot janë nuk kanë një anë, sepse në fundit kur i lava as i thava, as i kreva, as i gjë nuk i bëra se isha tepër lodhur, një çik nga puna dhe një çik nga stërvitja me Anxhelën, që kështu isha cop, por okay. Dua t'ju tregoj pak lëkurën time, është pa make-up, pa asnjë gjë, thjesht unë kam lër pak qërpikët edhe buzët. Dua t'ju tregoj se sa mirë ndihem kur e kam lëkurën e pastër të sistemuar dhe nuk kam nevojë që të bëj shumë gjëra, por me pak gjëra ndihem okay dhe këtë gjë faleminderit linjës time Marli. Mbase për ju do bëhem e pestisur, por që unë e kam pasion, është puna ime, kam investuar për këtë gjë, që kështu është normale që do flas gjëre gjatë. Si thani, sikur t'i futemi punës, edhe nëse keni pyetje apo jeni kurioze të dini diçka, mund të më bëni pyetjet që dëshironi. Unë jam shumë e hapur, transparente, edhe ju vi në ndihmë me çfarë lloj pyetje që keni nevojë. Si fillim i vëm këtë paletën që bëm pjesë në kit, pasi vajrat e mi, siç e kam shpjeguar në për video, nuk duhen prekur me dorë, sepse janë të përbërë me vajre esencial. Kremrat e mi janë esencialer, siç kanë vetë emrin, ashtu janë edhe për ne. Në momentin që do të njiheni me to, do t'i provoni sikur një herë, nuk do heshtni më kurrë si porositurit, dhe çmimet që unë kam vënë janë vërtet tepër të arsyeshme. Një set kaq unik, kaq potencial, kaq benefit, të kushtojnë vetëm 40 euro, më besoni që jam një çmim më i mirë në treg. Zakonisht gocat marrin kremra me çmime marramendse, si për shembull vetëm kremin e ditës 70 apo eliksirin edhe me më shumë, atë të natës e tërë me radhë, kurse unë mendova që t'i vinë në ndihmë edhe atyre gocave që nuk është se kanë shumë mundësi ekonomike, 40 euro, ose ta provojnë ta fillojnë vetëm me një nga produktet 20 euro, nuk është as pak shumë, që kështu
shpresoj dhe jam e bindur që këtë gjë që po bëj jam shumë okej. Përpiqem vërtet shumë që të ndihmoj të gjitha gocat, edhe kam filluar me këtë setin, siç e thash pak më përpara, anti-age, edhe nuk po ndalem, domethënë faleminderit Zot, por që ja u thash edhe pak më përpara, e rëndësishme është që të njihni veten tuaj, lëkurën tuaj, dhe të jeni të sigurta në atë që po kërkoni, se më mirë se që njihni ju lëkurën tuaj, nuk ja u njeh asnjë estetiste në botë. Në momentin që ju vini dhe shprehni problematikën tuaj, ajo është e sakta. Okej, estetistja ka të syrin e vet. Unë kur flas me gocat, përveç atyre që më kërkojnë ato, shkoj edhe i shikoj pak fotot, normalisht ato pa filtra. Sepse edhe pse janë të lyera me make-up, arri të kuptoj se çfarë problematika shkan. Që kështu pastaj pasi kam shikuar, i them shiko vura re që ke edhe këtë, ke edhe atë, edhe thon po është vërtet, dhe arrim në konkluzion se çfarë vërtet ajo ka nevojë. Që kështu jeni duart të sigurta. Unë tani do filloj punën, edhe normalisht do ju marr disa fragmente me vete, edhe më uroni fat. Edhe në qoftë se nuk e keni porositur akoma një set të Marli, çfarë po prisni? Çmimet janë vërtet tepër të ulta. Normalisht që kur të rritem pak edhe çmimet do ndryshojnë normalisht, si çdo biznes, por që nuk do rritem shumë, nuk jem egzageruar në çmime, por normalisht që çdo gjë varet edhe nga tregu, pastaj nga poste, nga shumë gjëra. Ja fillojmë punës para se të më zgjohet Arli, që po lëviz. Ok guys, ja ku jam pas disa minutash, diku tek gjysmore, dhe jam këtu me byrosin e vogël që më zhua nusha ime vogël, më zhua. Edhe normalisht më zhua djali, ndërpreva edhe procesin e përgatitjes të kremrave, do më thënë i përgatita, i mbarova, thjesht më mungon që t'i vëm në paketingun e vetë, dhe thash, ok, le ta bëjmë pak më vonë, edhe t'ju marrë edhe ju me vete, sepse normalisht fëmia im është privilegji, edhe thash, ok, të sistemojmë çik biroshin e vogël, edhe pastaj do t'ju marr me vete që të bëjmë. Andy Babi. Babi është e puna. Dhe po. Kështu. Që shpi Arli qumësh? Ashtu pi. Dojdo. I guys, po bëj një kafe dhe pastaj mbarojmë porosin. Goca, ja ku jam, piva dhe kafe, si që thash, ta bëjmë gati porosin së bashku, edhe po, si fillim kemi bërë eliksirin, që është gati, dhe do ta vëm në vendin e vet, këtu. Edhe gjithashtu edhe kremin, që tani do t'ju tregoj edhe se si vjen në këtë mënyrë, kështu. O zot çfarë arome që ka. Okej. Ta mbyllim edhe kremin, e sigjilojmë, edhe voilà. Këto janë bërë sot në mëngjes. I kemi vënë dhe paletën, i kemi vënë edhe biletën e falënderimit. Edhe ta mbyllim paketimin në këtë mënyrë. Kështu. Kemi edhe qesen e posaçme këtu, ku këtu shkruajmë adresën time dhe këtu adresën e klientes kur të ma dërgojnë, se akoma s'ma ka dërguar. Edhe po, e fusim këtu brenda dhe presim që klientja të na thërë adresën që neve ta shkruajmë këtu. Dhe një porosi është gati. Ju mirëpres për porositë e tjera. Unë po dal një gjë se është markato këtu. Edhe po. Dhe jam qike lodhër, do qik gjumë, por një konsisht do edhe të dalë. Do që edhe 2-3 porosite posta. Ok, nisemi, shifemi gjatë ditës.
Hey guys, ja ku jam, do shkojmë tek posta me Arlushin të dërgojmë 2 porosi. Nisemi, shkojmë te posta. Pastaj do ikim tek Mercato, dhe pse do ikim në shtëpi se na vjen baba Amarildo dhe do bëjmë diçka për të ngrënë. Okej. Okej guys, sa kemi dalë nga posta, siç e shikoni, 2 porosi të dërguan. Jemi gati në pritje edhe për dërgimin e pakos tjetër, që s'po bën goja. Edhe po, bëhet t'ju tregoj pak sa bukur parku me lule, gjelbërim, është një periudhë fantastike tani. Mbushesh me ajër edhe po. Tani do bëj një gjiro në markat shpejt, do marr 2 njaca lule. Ju e dini që unë blej lule, njaca lule. Dhe kitë marr lulka, kur thot Angela me Leanën, që i përshëndet dhe kam shumë për zemër. Dhe shpresoj që ta ngjojnë këtë vlogun dhe të më pranojnë, followon në Instagram me adresën time të re, sepse të vjetrën ma votën. Dhe shkojmë, nisemi se zhvon. Ku ishim në mama? Ishim te posta. Dhe ikim të majmë lullet e Mercata tani. Arli, e tu mama? Sì. Arli, vieni qua, amore. Che belline, hai visto? Ti piacciono? L'ho vista, lui rideva, ho buttato l'occhio subito perché ho visto lui. Vai a prendere ciupa ciupa, dai. Vai, vieni, guarda. Lì, arriva. Lì, mamma, prendi lì. Guarda che c'hai i soldini in mano. Grazie. Dai i soldini, amore. Jepi lekat, dagli a lei. New Balance. Oh, grazie. Lullet i morëm dhe një lpirë se te bari, po nuk vjen tani, shu qa bën. Hajde. Vieni. Dove sei? Piano. Arli, piano che ci sono le macchine. Vai. Në ma dorën mami tani. Mami, Hi guys. mami, Hey. tu need that. Do bëstan qunin. Do bëstan qoni? Po. Ik me ja bo. Hajde. Do qunin bëstan. Atëherë, I ka nëse këndëro. ik puno, se vetëm puno të mbajtë. Ja arrivo, ma vedete. Jepi qunit bostan, dua dhe unë bostan. Sa bukur që duket fytyra ime me setin e Amarli. Jam pa make-up njerëz, kam lërë vetëm buzët dhe qërpikët, fytyrën e kam pa make-up. Shikoni? S'kam make-up. Është pa make-up, thjesht e hidratuar, e bukur, e pastër dhe nuk më pëlqen që t'i bë make-up kur e kam kaq perfekte. Tani do na iki dhe burri te puna. Edhe ciao zemra, ngjojmë në telefon. Edhe kurse unë do punoj, do studioj, do vazhdoj të bëj dhe porosit e radhas. Po pse u Ja. Do vish? Ti bëjmë. Hajde. Do bëjmë punë. Hajde ti mami. Tuli mami atje dhe i bën. Hopa. Ule këtu. Këtu? Kema? Dhe fryma shumë. Po të gjim lule për jashtë ashtu neve, jo këtu. Këto ju bëjnë ashtu. Këto ju bëjnë ashtu. E drejt. Bëjnë këto nëna. Jo bëjnë. Për jashtë ti. Ose me ime ti. Mirësi mami. Këtë bëjmë në nëse që tjetër, vaj?
O ludus. Kush e ka qonin? Mami. Po mamin kush e ka? Baglet. Kush e ka? Bulli. Ka burri mamin? Si. Dy e keni. O njërës është një diell fantastik. Amarili si që thash është në ekskursion. Në shtëpi jam vetëm unë edhe Arli. Se bi bum, orçun, zbrit poshtë. Opa. Këto lojrat kështu ekstreme vetëm ky do t'i bëjnë. Ashtë. Ku do vesh o burri? Burri, ku do vesh? Ku do vesh? Hajde, zbrit, kujdes të rëzosh. Opa, qiklisti mami ti. Edhe Amarili do shkopim punë, Amarili si vjen orën 6. Kam vënë fasule për dark. E di që mbase do duket që bëj fasule shpesher, por burrim ato ka shumë qef, ato do gatuajmë. Për drek bërëm pjadina, edhe kështu njerëz. Është një ditë shumë e qetë, tepër e qetë. Njerëz jam në një problem shumë të madh. Kam një problem për zgjedhur, tani do t'ju tregoj. E shikoni atë çunin atje? Ç'a ka bërë? Nuk vjen lart. Shtipujtin, Arli! Shtipujti dhe njomet. E shikoni? He. Hajde ikim të shtëpia. Ikim të shtëpia. Mirë, unë ika. Ciao. Ciao. Hi guys, ishim të nëna Buqa. Vajtë me pamin qik si ishte se si ishte, ndajtë me qik, hangërëm pizza, se kështë për mami Buqa, nëna Buqa pizza. Dhe tani jemi afër shtëpisë. Dhe jemi në shtëpi dhe do bëjmë nani. Është ora 10. Dhe këto është bukurosha ime. E bukur e mamit. Guys, është mëngjes. Po editoja videon dhe vura re që s'kisha bërë një mbyllje. Që kështu nga e premtja ju them faleminderit që ndoqët edhe këtë video. Po ju pëlqevi lëni një like. Në qoftë se do të pyesni për diçka apo të komplimentoni për diçka, mund të lini një koment, mund të ndani videon time në shoqërinë tuaj edhe mos harroni mbi gjitha të bëni një subscribe, se për mua është shumë e rëndësishme. Unë tani do konsumoj kafen edhe do nis një video të re nesër që është shtunë që duhet të shkoj në kurs. Deri atëherë, ju kam shumë gjan. Ciao ciao.